Qarshia e vjetër gumëzhinte edhe mbrëm nga muzika e DJ-ve dhe të rinjve që po argëtoheshin. Sikur edhe netëve të tjera, sheshi Qarshis ishte mbushur përplot me të rinj. Muzika ishte ajo që ata e dëshirojnë, andaj dhe kënaqeshin gjatë tërë kohës. Organizimi më duket shumë i mirë, edhe shpresoj që t'i nxjis njerëz tjerë që të mirren me kësaj lloj projekte dhe të bojnë sa më shumë se Gjakova ka nevojë për evente të tilla. Çdo natë sa vjen e shtohet numri të rinjve që vinë për herën e parë për ta shijuar edhe ata këtë mundësi që u ofrohet jo shpesh në qytetin tonë. Gjithçka po duket pak më ndryshe, është shumë bukur Gjakova, sonte po më duket që po shkëlqen. Ja ka shtu një farë lloj lezeti edhe bashkëkënaqësi nuk i vipesh më që marr. Mendoj që mënyra këtij organizimi në ambientin e jashtëm është diçka që ja shton më tepër vlerën dhe rëndësinë e kësaj jave, domethënë ja shtrat bukurinë e këtij manifestimi. Mendoj që i ka jap këtij organizimi një farë natyre sa më të lashtë, më artistike, domethënë ja shton një farë bukurie, një farë nuance më interesante organizimit. Muzika dhe argëtimi pafund vazhduan deri vonë dhe të rinjt shpresojnë se aktivitetet të tilla të organizohen më shpesh dhe të kenë mundësi që të dalin dhe të kalojnë mirë edhe në Gjakovë.